Por I kthehemi në studio, ora e saktë shënon 10:30 minuta. Mirëmëngjes për gjithë ata cilët janë zgjuar tashmë dhe gjithë ata udhëtarët. Po ju themi rrugë të mbar, gjithë ata cilët kanë mendje për të udhëtuar, rrugë të mbar dhe gjithë ata që festojnë ditëlindje, gëzuar ditë lindje, urime ditë lindje. Dhe miqdashur në këtë bllokun ton tani është ai momenti ku e kemi të dedikuar për të ftuarit. Ne sot pritshim 2 të ftuar, por njëri na tradhtoi. Dhe pse na tradhtoi, do ta shikojmë siç na tradhton edhe Rroga, por do të na justifikohet edhe miku I tij, sepse na tradhtoi, por unë do doja ta pyes njëherë. Ska faj miku. Nuk e di tash miku. Do doja ta pyes edhe të ftuarin, mikun e atij që na tradhtoi sot. Pse harxojmë më shumë se sa fitojmë, shoku, miku I atij që na tradhtoi? Mirëmëngjes Fisnik Zeqiri. Mirëmëngjes Fisnik. Më thuaj, pse harxojmë më shumë se sa fitojmë? Pas ka ardhur me lapsin, mbi të gjitha. Ka lapsin e vet, mirë. Ditën e filloj me kalkulimet I bën gjithmonë kalkulimet çka sa duhet harxoj sot. Edhe pyetja ishte pse harxojmë më shumë se sa fitojmë. Si na ndodh kjo? Nga vjen ajo pjesa shtesë. Nuk e di tash për cilët persona flet, po unë zakonisht ti bësh me kalkulim, ha? Kalkuloj. Fisi gjithmonë I bën me kalkulime. Çdo gjë e ka të materializuar mirë, I kalkulon mirë gjërat, edhe I dalin rezultat, domethënë në fundit e projektit. Në jetë gjëra më e rëndësishme është që dish të kalkulosh, dhe dish të bësh matematikën mirë. A din aktorët me kalkulu? Disa po. Sa din, ha? Po, seriozisht. Seriozisht, ditë kalkulosh? Po, ditë kalkuloj shumë mirë. Po zakonisht del minus. Gjithmonë minus. Dhe këtu është pyetja. Kur plusa? Si e zgjidhim këtë, domethënë 15 ditëshin e parë kemi të gjitha, sipas kalkulimeve, por 15 ditëshi I dytë nuk na dalin kalkulimet fisi. Dhe si gjendesh? Janë bankat, janë kredite shpejta, apo huamarrje? Jo. Po gjithçka nga pak, se jeta është jeta është bërë dinamike, është bërë shumë dinamike, pastaj harxhimet janë shumë të larta, edhe sikur këto harxhimet edhe ngritja e çmimeve na ka kap të paprgatitur mirë edhe me pagat edhe me organizimin shtetëror financiar, kështu që sigurisht duhet ndoshta të kalojnë edhe vite derisa të arrijmë këmbën shteti vetëm me çmimet. Të shpresojmë sepse 16 miliard euro kemi borxhe. E mban mend kur kemi pasur ekonomistin në studio na tregon si shteti ishte 16 miliard euro në borxh, kështu që do duhet të mendojmë mirë se si ti rikthejmë ato para. Ato 16.000 tona që I kemi borxh, ska lidhje. Domethënë çdo ditë çmimet rriten, buxheti shtohet, borxhet duhet të kthehen. Fisi për çfarë harxhon më shumë? Përveç se të flasim për këto nevojat e përditshme të shtëpisë bazike, për diçka që ti personalisht harxhon, që e ki hobi, pasion, shumë dikush mund të ketë shamponi. Dikush ka kapelat. Unë kapelat. Ne nuk kemi shumë hapësirë tash të përkushtohemi edhe çast shumë vetës. Po kur gjej hapësirë ja kushtoj vetes me tesha, me mbathje. Po nuk je ndikuar nga influencerët të cilët janë për shembull duhet të mbajnë kjo veshje, duhet dalim ka vetvetja për t'i blerë ata, sepse shumica e teshave që kemi shumë influencerë që fëmijët tanë përgjithësi po mundohen që të ndikohen për atyre. Po ajo zakonisht ndodh tek fëmijët, të cilët tek më të rinj, të cilët ndikimi është më I madh te ta. Ti këto trende nuk I ndjek? Ke dëshirë? Jo, dëshirën e ke, po mundësit nuk janë. Jo, nuk I ndjek trendet seriozisht. Mundohem trendit ta bëj vetë. Trendsetter. Gjithmonë aktorët janë të tillë që mundohen të jenë unikat për të qenë trend për dikë tjetër që ta lakmojnë. Okej, Fisi, do flasim pak sa për teatrin. Për teatrin? Do flasim për teatrin. Emri Fisnik, jep një fisnikëri. A ndikon emri në profesionin tënd? Jo, nuk ndikon emri. Fisnikëri. Përkundrazja. Jo, nuk ndikon as pak, emri është sen personal, kështu që ajo nuk e di sa. Emri është thjesht për ta kthyer kokën apo jo? Emri po, kur të thret dikush ta di që po të dallojmë njëri tjetrin. Por janë Yes. veprat ata të cilët e larsojnë emrin, sigurisht. Se do mundohemi që ta bëjmë emrin sa më të lartë. Sigurisht, jo ti e din se sa për shembull ti e ke shumë emrin e bukur, po aktor i do, sigurisht. Ua kemi lënë vendin këtim të rinjve, edhe atij që s'ka ardhur sot. Po, edhe ai që serdhi sepse sot duhet të ta kemi edhe shkëlqimin. Un po e zbuloj këtu, edhe jam shumë I dëshpëruar. Shkëlqimi vetëm që tregoj se kishte vërtet shumë punë. Kishte shumë punë, punë më të mirë angazhuar, shkaku se ka edhe prova në orën 11 edhe plus është I angazhuar me një skenar tjetër është duhet patjetër ta përfundon sot. Do të flasim edhe pas. Unë arsyetoj personat të cilët ju duhet skenar. Do të flasim, kjo është justifikim.
Kjo është justifikimi që Është defekt profesional tash. Po nëse s'ka Defekt lidhje. profesional. Tu është ta kuptosh, se do ty të ndonë ndonjëherë. Sigurisht, okay, të shpresojmë që mos ndodhin më, të shpresojmë edhe do të mundohemi që t'i ulim këto gjakrat, Edhe do t'ja falim. do ja falim, ha? Tjetër. Gjithmonë ka qenë pacifist. Fisi pse je pacifist? Pse nuk e le një gjë që ta çojmë deri në fund? Kur ndodh ndonjë problem. E zgjedh paqen. Ne kemi gjithmonë fisniku njihet në teatr për pacifisti, i cili mundohet sepse ka zakonisht në teatr gjatë projekteve ka tensione të shumta mes kolektivit, mes jo ma the batutën, ma the fjalë, nuk ma the, jo kështu të thaj. Ky është gjithmonë ai që i ulën gjak. Po mirë, mëse punë e madhe. Po në çdo problem janë janë gjithmonë dy zgjidhje. O e zgjedh me të keqe, o e zgjedh me të mirë. Po që se e zgjedh me të keqe është do të ketë kontinuitet. Patjetër nëse e zgjedh me të mirë, atëherë e shuan probleme dhe kështu që s'ka nevojë nëse të merresh me atë. Kur jemi tek teatri, unë dua pak ta di se Fisi e bësh shumë vite në fakt në teatr, unë mbaj mend që nga mosha ime e vogël, të kam ndjekur shumë shpesh në teatr, në shfaqje, në teatro. Nuk është e gjatë që vjetër, s'kemi edhe shumë dallën tash të mos keq kuptohemi. Veç do të them që domethënë jam bërë shumë vite, domethënë që e ushtron këtë profesion. A e ke menduar ndonjëherë çfarë nëse nuk do të ekzistonte teatri? Çfarë do bëje? Nëse s'do ishe aktor, çfarë do të ishe? E ku mendu disa herë këtë temë, edhe e kemi diskutuar me shumë shok, po asnjëherë nuk kam rënë kështu në përfundim se çka do të bëhesha, po që se nuk do të isha aktor. Nuk e kam gjetë veten asnjëherë në ndonjë fushë tjetër, asnjëherë, po. Edhe pse ke qef këta trendet e fundit që janë këta kriptot që po krijohen. Do mendoj që ajo nuk është profesion, si do të thotë, do mendoj që do ishe një ekonomist i mirë nëse nuk do isha. Ekonomist, unë me matematikën si kam pas punë asnjëherë mirë, kështu që s'ma merr mendja. Ekziston ka lapsin pasi që je me lapsin dyshoj. Të theksuar e ka lapsin e bën gjithmonë me vete. Po e mbaj vetëm për ta rrotulluar, jo për të qenë. Lapsin e kam për mi kontrolluar emocionet. Po se tha ka shumë trem para se të hyjë në studio. Fisi nuk ka trem asnjëherë, por sot më doli pak prej skenarit të drejtën, jo, Fisi nuk ka faj fizit, por është faj shkëlqimit, por do mundohemi që ta rumbullaksojmë disi. Seriozisht, që tash gjithë e dinë që ka pas të jetë në emision edhe shkëlqimi. Shko me skenarit, pa problem. Po nuk kemi mundësi se s'ka kusht të përgjigjet. Ke informacione edhe për shkëlqimin, a? Po, me shkëlqimin kemi kaluar shumë kohë, kemi qenë në noter kanë nënshkruar në noter. Shok dhome kanë qenë. Këto kanë qenë shok dhome. Po, në Prishtinë kemi qenë 4 vite, 5 vite bashkë gati. 4-5 vite bashkë. Qenë ka lodh prej ti tash. Dhe bashkëpunimi vazhdon. Është gëzu që s'ka ardhën. Jo. Ka një miqësi shumë të mirë kanë edhe unë bëj shaka, domethënë e thash në fillim e thash ato, por do doja që të ishte edhe shkëlqimi, sepse do rumbullaksohesh të pak sa më komike do dilte edhe emisioni. Po në ndonjë rast tjetër patjetër. Por rast tjetër ta kemi edhe shkëlqimin. A të kujtohet roli i parë? Që e ke luajtur, ke pas panik, cili emocion kam bizotruar? Roli i parë ka qenë në serial. Fisi ka filluar në seriale. Po, në serial ka filluar. Ka qenë serialet. Ishte seriali multietnik që u xhirua mbas vitit. Mahalla Jon, po ka qenë 1999 ka qenë. 99 ka qenë sezoni i parë. Mandej ka vazhduar diku 5 vite me radhë. Një ndër kujtimet më të mira të fëmijërisë, nga shumë ganë. Atë një serial shumë i shikuar ishte Mahalla Jon, Lagja Jon, po ka qenë temë shumë interesante. Fisi ka qenë në rolin kryesor si fëmijë, aty ishte Beni në rolin e Benit. Po. Pastaj në shfaqja e parë njëjtë ka qenë Mahalla Jon, po kalon në teatr, po. Edhe ajo ka qenë një. Jo, kam ditur fizik. Po, kemi pas 2 shfaqje. Ishin protagonistët të serialit. Protagonistët e serialit, po me disa nga protagonistët e serialit e bënën 2 shfaqje. Se kam ditë këtë. Po. Po dëgjoj për herë të parë. Kjo ishte po ekskluzive. Ekskluzivitet. Kjo ishte do të shfaqja e parë, mandej vazhduam në akademi, mandej në akademi kishim shfaqje të ndryshme, edhe deri më sot ku punoj në teatr dhe merrem profesionalisht me këtë profesion. Është, më fal që të ndërprej, jo vetëm dua të di se a ka pasur ndonjëherë tendenca që të rikthehet Mahalla Jon. A jeni bashkuar me ekipin pas shumë viteve, sepse
Ajo me të vërtet ka qenë një ndërkujtimet më të bukura. Ishte një produksion jashtëm ka qenë, ata ishin amerikanë, duket, ha? Jashtëm ka qenë. Producentët ka qenë amerikanë, kanë qenë të jashtëm, kurse produksioni ka qenë nga Macedonia, po. Edhe ajo ishte sikur projekti më profesional dhe më serios në atë kohë, shkaku se ai kishte si thelb, si teme ka patur bashkëjetesën. Po, ka pasur bashkëjetesën, por i mblodhi gjithë producentat, gjithë skenaristët më të mirë që ishin në Macedoni dhe pastaj e krijuan serialin. Edhe prandaj po më merr mendja se kishte edhe impakt kaq të madh ai serial, shkaku se ekipi ka qenë shumë profesionist. Mirë, a ka pasën ribashkim ndonjë ide të ribashkohet se ja tashmë kemi nevojë për tema të tilla që të trajtohen dhe të Po. Ne kemi pas një ribashkim pas 20 vitesh që kishte kaluar që ka qenë seriali, por nuk ka qenë po ndonjë ribashkim sikur për të mendu të vazhdoj seriali. Kanë qenë kështu biseda në tavolinë, po jo diçka më pak më serioze. Po shpresojmë që ajo si ide ekziston, kështu që nëse dikush ja merr mendje që mund të realizojë. Po duhet sigurisht që ka një kosto të madhe shumë. Po zakonisht xhirimet sidomos tash me kostot e viteve të fundit. Yes, filma, serialet ato janë produksione shumë të kushtueshme, kështu që o duhesh të gjesh holla serioze ose mos t'i futesh as pak. Po shumë shtrenjtë, është shumë shtrenjtë edhe realizimi i serialeve dhe filmave. Në fund të fundit qëllimi i projekteve është që të ketë impakt në fund dhe jo vetëm ta bësh projektin edhe të Kemi patur disa intervista, disa aktorë që kanë qenë për emisione të tjera, që në vitet 2005 Ministria e Kulturës, për shembull, aplikacionet i ka me të njëjtin standard siç janë financuar në ato vite. Ne vazhdojmë edhe pas 20 viteve i kemi të njëjtat shuma. Siç duket ka një regres në financat e institucioneve kulturore, duke marrë parasysh se çdo gjë po rritet, po zhvillohet, po ngritet, ndërsa buxhetet po mbesin. Po këtu e kam tekstuar ndoshta edhe në disa emisione tjera që kam qenë. Është problematike shkaku këtu qasja e formës të funksionimit shoqëror të neve. Neve gjithmonë e harrojmë cilat janë shtyllat kryesore të një funksionimi të shoqërisë. Do thotë ne nëse e dim që pa arsim edhe pa kulturë, cilat janë dy shtyllat kryesore që ti nuk do të kesh as politikan të mirëfillt, as polici të mirëfillt, as shëndetësi të mirëfillt. Këto janë dy shtyllat kryesore që ti duhesh të investosh patjetër nëse don të kesh ardhmëri të mirë. Kurse ne, sikur e kemi kthy funksionimin nga mbrapa, gjithçka investojmë nga mbrapa. Edhe prandaj këtu kanë humbë edhe funksionimi serioz edhe i mirëfillt i këtyre hallkave shoqërore. Vlerat kanë humbën. Humben kur prishet zinxhiri, pastaj prishen fillon gjithçka. Mënyrë domino efekt në shumë gjithandej. Në fakt, ende nuk mundem e kuptu se si një popull nuk e kupton rëndësinë e artit, kulturës, dijes, do më thonë, ne vetëm ashtu mund të tregojmë vetën për se çfarë shoqërie jemi, çfarë populli jemi dhe çfarë vlere civilizimi sjellim në fakt. Kultura është ajo e para dhe arti është i para që prezanton një popull pa thënë një fjalë. Sakt. Prandaj neve e dim çfarë gjendje shembull e kemi arsimin, edhe e dim çfarë gjendje e kemi edhe kulturën. Edhe kjo është krejt shkaku i asaj se sa ne investojmë, edhe sa na e dim shembull se ne duhet të investojmë që kemi një impakt, një patjetër. Impaktet e kësaj lloji natyrës shifen pas disa vitesh, me gjenerata. Kurse ne sikur jemi në një kohë kur rezultatet dojmë të shohim sot për nesër, dhe gjithçka që na ka kapluar një etje e madhe materialiste, dhe prandaj gjithçka që bëjmë ose investimet që i bëjmë që ta shohim frutin se si po rritet sot edhe ta marrim nesër. Po zakonisht ato frutet më të shijshme dhe më të mira janë ato të cilat rriten natyralisht edhe siç duhet. Valbona, unë kam bërë një pyetësor, do doja që ti ikim kësaj
temës paksa... Mallëngjuese. Po jo, është paksa depresive, kështu në shqetësuese. Sepse dim realitetin, nuk mund të ndryshojmë. Por duket se duhet sa më tepër. Jo, kjo realiteti jon. Po, dhe duhet të diskutojmë këtë temë shumë. Duhet të diskutojmë më tepër shumë, që të vedisohen. Po, merren me që kompetentët të vedisohen dhe njëri përgjithmonë të dinë se ku duhet të trokasin, se si duhet vepruar, se si duhet hallkat zinxhirit të paktën të kemi kështu saldator të mirë që t'i rikthejmë hallkat e zinxhirit jetësor që të funksionojmë tamam si shtet të mirë, ose jo të jemi si ai shteti që kemi dëshirë që Zoti na e ruaj dhe na e shtoft me të mira që e themi gjithmonë. Unë kam bërë një pyetësor që është kështu. Domethënë duhet përgjigjeni me një fjalë të vetme. Por një fjalë të vetme, por mos mendoni shumë. Duhet të jenë flash, ha? Po. Shkojmë me të parën, ti pastaj me dytën. Okej. Për fisnikun, miqdashur, teatri është jetë. Regjisori është regjisori është kompozitor, dirigjent. Mirë, e bukur ka. Publiku ndonjëherë është. Publiku është shtytës. Shumë shpejt. Hajde shpejt. Publiku është, çfarë është? Jeta e shfaqjes. Jeta e shfaqjes, shumë e bukur. Kritika është. Kritika është. Kritika është shumë e nevojshme. Që kanë mbi kokë. Po, definitivisht. Që kanë mbi kokë. Honorari është. I nevojshëm. I nevojshëm. Teksti që e harrove është. Teksti që e harrove është mos disiplinë. Partneri në skenë është. I domosdoshëm. Dhe veshja skenike që së rri mirë është. E patjetërsueshme. Sepse na ndodhon shpesh që kemi asnjëherë nuk i kemi tamam të qepur as siç duhet dhe gjithmonë kemi ndonjë shqetësim në. Jo, ndonjëherë, po. Provat e gjata janë në fisnik? Provat e gjata janë të lodhta. Të lodhshme. Dhe duartrokitjet janë? Relaksi. Qershia mbi tokë. Yes. Ky është pyetësori i parë. Në raundin e parë ne kemi 10 raunde që duhet ti kalojmë sot. Në këtë raundin e dytë nuk do ta lexojmë. Valbona shkaku i sepse nuk e kemi. Le të na tregon pak për kolegët, ha? Apo do të flasim edhe për kolegët. Po, na tregon pak për kolegët. Mundet edhe të flasim pak edhe për kolegët. E teatrit shqiptar ti plasojmë pak të dim kush vonohet, çfarë bën, kush është më i mirë, kush. Thuaj disa emra. Kush vonohet vetëm një është këtu në studio. Ja, pyetja e parë është kush vonohet më shumë në prova. Thuaj disa emra. Nuk tregoj për gjëra. Duhet të thotë vetë, nuk mund të thotë. Për gjëra të tjera tregoj. Nuk mund të flet për vetë. Kush harron tekstin dhe bën sikur e din? Kush e harron tekstin dhe bën? Unë nuk do kisha pas dëshirë ndoshta të përmendi emra, po. Pse jo? Seriozisht. Sepse po i ndodhen shpesh. Po gjeni vetën një dy, ëh, shumë po gjeni vetën. Ashtu më ndodh. Se kemi shkëlqimin, po përgjigjem unë. Hajde. Kush vonohet më shumë? Kush vonohet më shumë? Fisniku. Kush harron tekstin dhe bën sikur se di? Kush bën më shumë selfie në backstage? Nuk është e vërtetë, selfie nuk bëj asnjëherë, jo. Selfie ti po bën selfie zakonisht bëjnë. Jo, unë selfie nuk bëj asnjëherë. Vajzat bëjnë më shumë. Vajzat bëjnë më shumë. Kush ka fancet më të zhurmshëm? Dritëroj, unë s'kam fansa, seriozisht. Kush është më dramatik? Genci i ka fancet më të shumë. Më dramatik është Genci. Genci. Kush është më dramatik dhe kur blen buk, domethënë që nga Genci? Kush bën zhurmë më kështu? Do të blen diçka edhe aman ma ju s'më më duket që këtë di. Kush qesh më shumë me shakat e veta, më duket që jetë. Dritëroj. Më duket që Po, dritëroj. Jo, dritëroj. Gjithmonë Genci. Kush mendon se duhet një Oscar për humorin shqiptar? Unë mendoj që Agon Viftari. Bravo. Sinqerisht? Po. Bravo. Agonin e kemi. E kemi për humor, ka një humor fin. Shumë. Edhe dije në çfarë do lloj situate, në çfarë do lloj vendi, çdo qyteti ka ato humorin e vet, po Agoni di ashtu mirë të kompletohet. Ka një humor dimension tjetër. Edhe ka shumë dimensionale ka. Yes. Kush do luante më mirë rolin e Hamletit që s'mund të vdes kur? Shkëlqimi. Që se kemi këtu në studio. Edhe të kalojmë edhe me blogun tjetër të pyetjeve dhe pastaj do të kemi edhe pyetje paksa më provokative miqdashur për fisin, ku do të mundohemi që të qeshemi pak për ta mbyllur edhe për ta bërë ditën sa më të mirë. Mos harroni ju, sot data e sotme
30 tetor, nesër... Dita e mirë nuk mbyllet me pyetje provokative. Jo, nuk janë provokativ, por do t'i zëvendësojmë të fjalën me diçka tjetër. Okay. Atëre, do më thoni, unë do ju them një temë për 5 sekonda dhe ju a mund ta luani kështu apo jo? Çka? Nuk e bëjmë këtë. Nuk e bëjmë këtë sepse do duhet t'ju japim situata, po më duket paksa e bezdishme kjo. Too much. Sepse aktorët nuk e kanë dëshirë këtë të improvizojnë, sepse improvizimi është shëmtia më e madhe e artit kur improvizojnë, por improvizimet të jenë të natyrshme kur të ndodhin gjatë procesit, atëherë është mirë se ardhur. Shumë e vërtetë. Por kur e detyron aktorin të thuash, hajde të improvizojmë diçka, është paksa. Herën tjetër kur do ta kemi shkëlqimin, atë do ta vëmë në pozitë pak më të. Do e pyesim kështu. Shkëlqimi i pëlqen shumë të improvizoj. E ka qeftë, po. Nëse do ishte ndonjë personazh nga letërsia fisnik. Flasim pak edhe për letërsinë. Kush do ishe? Kush mendoj që do ishe? Ndoshta Fanoli. Fanoli. Po, pëlqen, ha? Yes. Nëse do ishe një ushqim, cili do ishe? Avokado. Qeshët me avokado shumë. Nëse do ishe një tingull në teatr, cili do ishe? Tingull në teatr, dera që hapet aty në skenë. Edhe kjo e bukur. A nëse do ishe një gabim në skenë, cili do ishe ai? Do isha rotacioni. Rotacioni, që në vend që të rrullohet gjatë, dhe shko do njërë majtas. Dhe fundit, nëse do ishe dhe një emoji për këta të rinjë të po flasim, cili emoji do ishe? Emoji do isha ky... Me smiley face? E buseshe? Edhe me atë syri kështu? Pra këto ishin në raundi i par i pyetjeve miqdashur për fisnikun, dhe ne kemi edhe do pyetje tjera, të doja nga dritrojtë këta pyetje do i kalim pas pak, flasim pak sa për planet, se çfarë pritet për momentin duke realizuar një serial, Fisnik në mos gabojmë, po, është duke shkuar seriali. Për momentin është duke shkuar një serial që ne kemi mbaruar me xhirime kemi mbaruar në janar të këtij viti, ku tani po e mbarojmë edhe këtë post-produksionin, ku po i montojmë. Na kanë mbetur diku edhe 5 epizoda të përfundojmë atë cikël të këtij sezonit, po. Edhe tani po përgatitemi të shohim se a do të ketë edhe sezon të dytë. Do të shohim do të ketë miratim, po që se do të ketë, atëherë do të fillojmë përgatitjet për skenaret, për idetë, për aktorët, për gjithë ekipin për ta. Do të ketë ndryshim nga sezoni i parë në të dytin? Ndryshime të mëdha nuk do të ketë, shkaku se tema është ajo që është, që e kemi caktuar në sezonin e parë, po ndoshta do të ketë aktorë të cilët do të ketë freskit me aktorëve të karaktereve të reja në serial, ku po mendojmë të shtim do shto dhe një 2 karaktere të reja të freskojmë, po do të shofim a do të ketë po sezon të dytë. Shpresojmë që të ketë lajmet mirë, a do të konkretisht nga vëndi ku duhet vinë lajmet, shpresoj. Kështu Fisnik, a ke ndonjë ide që shumë dëshiron ta realizosh në të ardhmen, diçka që... Në i plan? Në i plan personal, do me thonë që... Plane kemi zakonisht po. Diçka që do me thonë punohet pak a shumë për të. Plane kemi shumë, po dëshira ime ndoshta ndonjëherë të realizoj ndonjë film artistik të me metrazhe gjatë. Po ajo jo tash. Mendoj ndoshta më vonë kur do të kemi kohë pak më tepër të përkushtohemi me gjithë qenit. A ke menduar ndonjëherë për një monodramë, për të bërë një monodramë? Dikur ekzistonte një mani tek aktorët, edhe kur ishim më të rinj, mendonim që monodrama do të na lartëson, do të na ngre. A e mendon që e ke moshën e duhur për të bërë një monodramë? A ke gjetur ndonjë autor që mund të ketë një monodramë që... Monodrama si natyrë nuk më pëlqen shumë. Po, se nuk të jep, ndoshta edhe ajo varet çështja e secilit aktor, po ndoshta edhe mosha të hapësinë, po për momentin nuk e shoh veten që të realizoj në cilin zhanër është e veten më shumë? Cili zhanër të pëlqen më shumë dhe të flemë? E di si, nuk është që zakonisht ka tekste të mira, edhe ka tekste që nuk të pëlqejnë ose që nuk të flejnë. Përmbushën. Po. Kështu që zakonisht tekstet e mira në karakteret mira që t'japin hapësirë për të realizuar ndonjë rol të mirë, më pëlqejnë. Për çdo zhanër, komedia ndoshta pak më tepër të ngre, shkaku se të jep hapësirë pak më tepër edhe ti të lirohesh në skenë edhe ti menaxhosh pak më tepër emocionet për dallim prej teksteve që janë pak më serioze ku emocionalisht të ngarkojnë, të mbi ngarkojnë edhe mandej edhe pas projektit duhet ta pastrosh veten prej atyre emocioneve. Prandaj ndoshta do të kisha zgjedh pak
komedin si zhanër, shkaku se t'je pak hapësirë të merresh pak me vetën. Edhe me vetën, edhe improvizojsh. Edhe po, t'je hapësirë për improvizim. Tani, miqdashur, ora e saktë 10:54 minuta, është bloku i fundit të emisionit dhe thonë gjithmonë njerëzit gjykojnë aktorët që janë njerëz pa kompleks. Dhe ne pikërisht sot do ta vëmë në provë Fisnikun që s'ka kompleks. Dhe ne Fisnik do të bëjmë një quiz sot. Një quiz që fjalën seks do ta zaventësojmë me fjalën prova. A mundet? Fjalën seks do të zaventësoj me fjalën provë. Kjo është largoni fëmijët nga ekrani dhe pyetjet do duken serioze, por nuk janë edhe aq serioze. Atëherë Fisnik më thuaj, sa herë në javë bëni prova dhe a mendoni se ka një limit të shëndetshëm bërja e provave? Në bërjen e provave zakonisht duhet të ketë limite. Është mirë të ketë limite. Por edhe pa prova nuk bën. A është më e mirë prova e parë apo ajo e fundit? Prova e parë të jep emocion më tepër, prova e fundit. Qërshi jam në to. Ma e din tekstin edhe. A keni pasur ndonjëherë prova spontane ose prova pa plan? Dhe ka thënë, të shohim se si do del fundi i provave. Po ka edhe kështu. Ekzistojnë edhe kështu provash. Mos qeshani. A ti më thuaj, kush lodhet më shumë gjatë provave? Ju apo regjizorët? Aty është lodhje e përbashkët kështu që... Po ku i gjithë këto pyetje? Vazhdoj Fisnik. A ka raste kur një provë del aq e mirë sa kërkon përsëritje? Provat e mira s'ka nevojë për përsëritje të ti. Nuk ka nevojë. Domethënë e kaloj me një provë, vazhdo valvon. Pe çka kum vetëm. Te raundi i dytë i pyetjeve me që jemi edhe nga fundi. A është vërtet se që sa më shumë prova, aq më i mirë bëhesh? Po, thojnë provat, sa më tepër prova po, ajo të bën më... Të bën më të Të bën mirë. më të mirë. Sa zgjat zakonisht prova juaj më e gjatë? Oh my god. Se po qesh, jam pyetje serioze. Por në ofis. Po aty krejtë më varet sa je i përgatitur. Sa ke punuar. Kur gjeni që prova ka qenë e suksesshme, kush merr duartrokitje më shumë? Kur ka qenë prova e suksesshme? Duartrokitjet kur dalin, domethënë a merr duartrokitje Po me zakonisht në prova nuk ka duartrokitje, shkaku se aty je pa audiencë. Në prova mirë. Kjo është A ka raste që prova dalin më mirë se premiera për shembull? Prova më mirë se premiera, po. Gjithmonë dalin më të mirë, ha? se s'ka ty trim, s'ka ty stres. A keni bërë ndonjëherë prova të fshehta? Pa i thon dikuj se ja po bëjmë prova. Po provat e fshehta provoj. kanë kufar kuptimi. Jo. Po. Më duket që aq janë, po ka më shumë. Kemi më shumë. Kemi ende? Kemi edhe Do ta kisha në disa pyetje. prova, disa prova më shumë. Ktheja ndonjë pyetje, ktheja drejtorit. A ju pëlqen provat më shumë me pasion apo më e qetë edhe më e kontrolluar? Ai që ka më shumë pasion apo të jetë Po më e provat qetë edhe më e provat me kontrolluar? pasion janë Më të mira. Më të mira, po. Se sa ato më të Shkaku se, kontrolluara. po, rezultatin në fund. A dalësh nga jeni vetja. a jeni xhelos kur partnerja ka prova me dikë tjetër? Po patjetër. Prova duhet të mbahen me ekipin që je marrë vesh. Paraprakisht. A ka ndodhur ndonjëherë që prova të kthehen në debat? Prova të kthehen në Fillon në debat. debat e përfundon Ndodhen në edhe debat. kjo? Po ndodhen edhe kësi raste. Varet po gjitha prej provave se edhe Çfarë? paraprakisht se si ke hyrë në prova. A ndodhen që në prova, për shembull, të dilni të lodhur apo të lumtur? Zakonisht ndodh. Zakonisht ndodh edhe i lodhur edhe i lumtur. Okej, shumë Se shpejt provat tani. të sjellin vërtet Energji. Po. Shumë shpejt Shumë kthehemi shpejt. në fund. Më mirë prova në mëngjes apo në darkë? Në mëngjes Me në darkë. ndriçim të plot apo ndriçim të zbekt? Të zbekt. Të zbekt. Me publik apo pa publik? Pa publik. Me shumë improvizime apo pa planifikime? Me? Me shumë improvizime Improvizime. apo pa planifikime? Me improvizime. Po. Mirë. Prova të gjata apo intenzive? Të dyat. Të dyjat. Vetëm apo në çift? Vetë. Prova shumë mirë. Prova dramatike apo komike? Jo, dramatike komike. Komike. Dhe kur përfundon një provë, a ndjeni më shumë uri apo gjumë fisi? Të dyat. Të dyja, edhe gjumë edhe uri.
Ky është testi që e bëm, edhe intervista Fisnik faleminderit shumë. Thave. E zëvendësuam atë fjalën seks me fjalën pro. Testit ja dole, besoj që këtë test do ta bëjmë edhe me shkërqimin. Unë do doja që ta kishim shkërqimin sot, sepse do dilte edhe më fani. Unë të falenderoj shumë për ditën, për përkushtimin, suksese për projektin që e keni, që Faleminderit rrofeni tamam siç duhet. Edhe ju uroj për këtë emision se seriozisht të bëni punë. A na ndihni kështu me familje me krejt shoqëri? Po, kur kemi kohë, kur bëjmë prova apo Jo, seriozisht, ju ndjek çdo mëngjes, se zakonisht I kam këto obligime ditës e mëngjesit që I kam, edhe mandej kur ulem ta pi edhe kafen ju shoh në Faleminderit Fisnik për ditën. Në telefon, kështu që ju uroj për emisionin dhe seriozisht keni bërë shumë punë. Faleminderit shumë.